Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe t'ju dëshiroj punë të mbarë e të suksesshme në përmbushjen e mandatit tuaj. Njëkohësisht, kam kënaqësinë e veçantë t'i përshëndes dhe t'u uroj mirëseardhje mysafirëve tanë të nderuar, përfaqësuesi i KFOR-it, përfaqësues të bashkësive fetare në Republikën e Kosovës, të gjithë të ftuarve të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstitutive, si dhe përfaqësuesve të medjave që përcjellin punën e kësaj seance. Të nderuara deputete e deputet, kryetarja e Kuvendit nga legjislatura 10, në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar ulse në Kuvend, të mbajtur më 31 korrik 2026, ka bërë përgatitjen për mbajtjen e seancës konstitutive të legjislaturës 11 të Kuvendit. Rendi i ditës për seancën konstitutive të legjislaturës 11, i cili është shpërndar deputetëve së bashku me materialet përmban formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe zgjedhjen e nënkretarëve të Kuvendit. Të nderuara deputete e deputet, bazuar në rregullorin e Kuvendit neni 9 paragrafi 3, në seancën konstitutive nuk zhvillohet debat. Procedojmë me pikën e parë të rendit të ditës. Në 1, formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Ju njoftoj se në bazë të nenit 9, paragrafi 4 i rregullores së Kuvendit, subjektet politike të përfaqësuara në Kuvend caktojnë nga një deputet në komisionin e përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve. Ky komision shqyrton dokumentacionin lidhur me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të mbajtura më 7 qershor 2026 dhe i paraqet Kuvendit raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve. Po ashtu komisioni verifikon kuorumin në seancën konstitutive të legjislaturës 11. Kryesuesi i komisionit të përkohshëm do të jetë nga subjekti politik Lëvizje Vetëvendosje, si subjekti me numrin më të madh të deputetëve në Kuvend. Ftoj përfaqësuesin e Lëvizjes Vetëvendosje që ta propozoj një deputet për kryesues të komisionit. Urdhëroni, e keni fjalën. Faleminderit nderuar kryesues. Propozimi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje është deputeti Adnan Rustemi. Ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Urdhëroni, e keni fjalën. Faleminderit nderuar kryesues, të nderuar deputet, fillimisht dua që t'ju uroj gjithë deputetëve mandatin. Propozimi prej Partisë Demokratike të Kosovës është deputeti Përparim Gruda. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Srpska Listës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. U ime poslaničke grupe Srpska lista predlažemo gospodina Srđana Popovića. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Falni. Ftoj përfaqësuesin e Linjës Demokratike të Kosovës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Urdhëroni fjalën. Lidhja Demokratike e Kosovës propozon deputetin Besjan Mustafa për komisionin për verifikim. Faleminderit. Përfaqësuesin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Urdhëroni, ju lutem.
Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë deputetët dhe urime për gjithë ata që janë zgjedhur dhe sot janë këtu dhe përfaqësojnë qytetarët e Kosovës. Aleancën këtë komision e përfaqëson doktoresha Time Kadriaj. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik Tyrk Partisi që ta përpozojë një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, teşekkür ederim. İlk önce yeni yasama dönemi milletvekillerine ve toplumumuza hayırlı olsun diliyorum. Kosova Demokratik Türk Partisi Fatma Ataç'ı öneriyorum. Faleminderit. Subjektet politike në vim përfaqësohen nga një deputet, të cilët do të jenë njëkohësisht antar të komisionit. Za Slobodu Pravdu i Opstanak Nenad Rashić. Koalicia Vakat Rasim Demiri. Iniciativa e re demokratike e Kosovës Elbert Krasniqi. Nova Demokratska Stranka Emilia Rexhepi. Social-Demokratska Unia Duda Balje. Partia Social-Demokrate e Ashkalinjve Artan Aslani. Partia Liberale Egjiptiane Beton Berisha. Jedinstvena Goranska Partija Adem Hoxha dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Albert Kinolli. Lus shërbimit dhe deputetëve të konstatojnë se sa deputet janë në salë. Do të testohet për votim për prezencë. Votojmë për prezencë. Votojmë për prezencë. Ju lutem, votojmë për prezencë. Sistemi elektronik do të në sistemi elektronik. Të sot që të ndimojnë ata të rritë? Jo. Jo. Po, se një. Votim elektronik. Po, ama tash solët këtë, po. Të sërën për votim elektronik atë qysh. Pranishëm. Që dojë që në sënonë. Aqë prezent ti në gjithëtoj se se në po. Po. Votojmë edhe njëherë për prezencë. Ju lutem edhe njëherë votojmë për prezencë. Votim elektronik. Fuqë votim elektronik. Votim shkruaj. Votimi është elektronik. Votim elektronik është. A me të statim? Feride, unë për prezencën dhe të shtiku. S'ke votu ti, po. Po s'kam votu në cila është që. Jo, më cila në unë dhe të S'ka shtiku. votu vetë patjarë. 118 mbejtë dhe ju s'keni votu. Po, ama me që këtë po unë dhe të shtiku këtë votu. 119 prezent. Tu ba, Se s'ke votu ti patjarë. në shtipa që këtë. Të pranishëm në salë janë 190 deputet, pra kemi kushte për vazhdimin e seancës. Tashtë Elus Regjin që Lus Regjin
dhe deputetët të përgatiten për votimin e anëtarëve të komisionit të përkohshëm. Votojmë tani, pra me votim elektronik, shohim sa vetë janë për. Apo. Faleminderit. Një abstenim. 117 kanë votuar për, kundër nuk ka pasur asnjë vot, vetëm një ka abstenuar. Në total 118 vetë kanë votuar. Konstatoj se kuvendi e mbroj komisionin e përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve të deputetëve. Ftoj komisionin që të mblidhet më njëherë në sallën numër 10 pas shqyrtimit të dokumentacionit që paraqes kuvendit raportin. Për këtë marrim pushim 30 minuta. Pas 30 minutave vazhdojmë sërish. Ne kemi ndjetur deputetin më të vjetër të Kuvendit Kosovës, Amrinda Ari, i cili hapi seancën konstituive të saj. Ai uroi mirëseardhjen deputetëve dhe diplomatëve të pranishëm, ndërsa bëri të ditur edhe rendin e ditës dhe më pas pra u formua edhe komisioni i përkohshëm në verifikimin e quorumit dhe të mandatit të deputetëve. Pas kësaj kemi një 30 minuta pushim dhe më pas do të fillojë dhe procedura e votimit për kryetarin e ri të kuvendit, por edhe për 5 nënkryetaret e saj. Mirë, kemi kaluar në fund të këtij ditari, pra ju kujtoj për zhvillimet më të reja na ndiqni në faqen tonë zyrtare@cnn.com. Bashkë me përfunduar këtu, mirupafshim.